Tregohet për Musën alayhis salam se kur një ditë bisedoi me Allahun e madhruar, i tha Zotit të madhruar, Zoti im, përderisa visha ke ti, i lash di njerëz duke të lutur ti. Njëri ishte person i ndershëm, ndërsa tjetri në mesin tonë njihej si person i lig dhe mëkatar. Allahu Gjellëshanuhu i tha Musait alayhis salatu wassalam, o Musa, i pari i cili mu lut mua, i thash të përgjigjem ti o rob. Gjithashtu i tregon Allahu i madhruar pejgamberit të vet se të ditit i thash 3 herë radhazi të përgjigjem ti o robi im, të përgjigjem ti o robi im, të përgjigjem ti o robi im. Musa alayhis salatu wassalam, sikur kjo përgjigja e ditë i erdhi pak e çuditshme. Njeriu të mirë i tha vetëm një herë të përgjigjem ti o robi im, ndërsa të ligit edhe mëkatarit i thot 3 herë të përgjigjem ti o robi im. A dini se si u përgjigj Allahu i madhruar? Allahu i madhruar i tha Musait alayhis salatu wassalam, o Musa, o robi i mirë kur më lutej mua, sikur më mbështetej në veprat e mira që i kishte bërë. Edhe unë i thash një herë të përgjigjem ti o robi im, ndërsa mëkatari komplet shpresën e tij e kishte mbështetur në mëshirën dhe mshurinë time. Prandaj i thash 3 herë radhazi të përgjigjem ti o robi im. Çfarë mesazhi ne jep kjo i nderuar i vëlla? Mesazhi i këtij lutja e cila bëhet nga thellësia e zemrës duke kërkuar mëshirën dhe dëmshmërinë e Zotit Gjellëshanuhu, është më e dashur se sa të mbështetesh në të mira që i ke bë. Edhe e para është e mirë, por këtë ditën sikur e pëlqen më shumë Allahu Gjellëshanuhu. Prandaj Zoti i mëdhruar i nderuar i vëlla, kur sheh se ti je mbështetur komplet në mëshirën dhe dëmshmërinë e Allahu Gjellëshanuhu, ai kot e don.